Kryetaria e Gjykatës Kushtetuese Holta Zaçaj reagoi për deklaratat e kryeministrit Edi Rama në lidhje me kërkesën e Unionit të Gjyqtarëve që kërkon rritjen me 700 euro të rrogës së dyta në 3 vite, ku shpreh se urontet mos lekthiste përsëri duke u miratuar sepse ishte ndërhyrje në kompetencat e ekzekutivit. Në një prononcim për mediat, Zaçaj thotë se i shndron deklaratës së dhënë sa i takon deklarimeve të politikës për rritjen e pagave të gjyqtarëve. Kryetaria e Gjykatës Kushtetuese thotë se nuk ndihen nën presion se janë mësuar me deklarata të tilla që vijnë nga të gjitha palët dhe se media jep më shumë vëmendje se ç'duhet disa temave apo zërave për vendimet e tyre. I shndrojmë asaj që nxorëm në njoftimin për shtyp. Ne vlerësojmë se çdo vendim i ynë mund të jetë objekt kritikash dhe unë kam theksuar faktin se drejta e lirisë së shprehjes nënkupton pikërisht këtë. Por kufiri mbetet deri te kritika, jo te presioni, thot ajo. Ndërsa për mos zbatueshmërinë e disa vendimeve të kushtetueses nga qeveria, ajo nënvizon se vendimet e tyre janë të pavarura e të paanshme që duhen zbatuar, por për çdo gjë politika merr koston e saj. Nuk besoj se jemi tek ky elementi i mos zbatimit. Ne kur kemi pasur mundësi i kemi thënë, sigurisht jam shprehur që zbatimi i vendimeve të kushtetueses tregon stadin e demokracisë. Sigurisht kemi ende punë për të bërë, por në kuadër të autoritetit vendimet tona janë të zbatueshme. Ka vendime të caktuara që politika merr koston e vet nëse nuk i zbaton kur flasim për pushtete të tjerë. E rëndësishme është që gjykata funksionon. Dolëm me një njoftim sepse detyra jonë është të garantojmë publikun se gjykata funksionon e pavarur, e paanshme. Sigurisht që mendimet që vijnë nga të gjitha anët përfshirë edhe të mediave ne i çmojmë, por në thelb është e rëndësishme që publiku të jetë i informuar, të marrë informacionin e duhur nga ana jonë, të sigurojmë publikun që jemi të pavarur e të paanshëm, të bëjmë punën tonë pavarësisht se kush janë interesat dhe palët e përfshira në proces, thot Zaçaj. E pyetur për deklaratën e kryeministrit Rama nëse shihej si një formë presioni, Zaçaj sqaron se deklarata të tilla bëhen shpesh nga palët në proces dhe janë mësuar me to. Sipas saj, e rëndësishme ishte që vendimet e kushtetueses të ishin të pavarura e të paanshme, teksa këshilloi edhe mediat që të mos jepnin më shumë zë se ç'duhej disa çështjeve. Janë deklarata të zakonshme që ne i kemi parë nga të gjitha palët që përfshihen në proces, përfshi edhe median, dua ta theksoj dhe konsideroj, sepse ndonjëherë jeni ju të medias që jepni zë më shumë se ç'duhet ndonjëherë mendimeve, opinioneve që jepen për vendimet tona. Megjithatë, për sa kohë vjen në kuadër të lirisë së medias dhe të shprehjes, kjo është një vlerë e shtuar pasi unë jam një partizan e vet, por edhe trupa. Kështu që ato që ne çmuam të rëndësishme, detyrimin ndaj publikut për ta informuar dhe garantuar për funksionin tonë të pavarur dhe të paanshëm, ne e kryem. Pjesa tjetër mbetet për mënyrën se secili nga pushtetet mendon të veprojë dhe shet detyrën e tij, por për ne kjo është pjesa më e rëndësishme, deklaron ndër të tjera kryetaria e Gjykatës Kushtetuese Holta Zaçaj.